Matoshi kur po analizon kuptimin një farë diskursi kritik që unë e mirë kuptoj plotësisht, mirë po këtu ka dhe një farë sensi opozitarizmi. Pse? Po ka të natyrë shumë Matoshi atë. Me Matoshin të shumë të debatu. Po zotë i veqa me qëllim me përmenda qysh 2010-2012. Po, e përmenda ku kemi qenë opozit edhe pushteteve tjera, jo veç gjuvit. Po nuk thash, nuk të ofendova, zho. Jo, lutëm, asë gjo. Veç po të rinjoftoj. Një gjo, do në cilën e përmendi zotri Muja, e përmendi shumë mirë në aspektin kronologjik se si ka ndodhë blokadat, se si ka qenë për e të parë. Mos harrojmë një gjo, për shembull, në këtë artikulim e sipër duhet me përmend edhe një faktor që mendoj që është evident edhe mendoj që e kanë po të gjithë. Kur ka fillu jeta institucionale, rrjedhimisht fillimi i konstitutimit të kuvendit, subjekte tjera politike kanë refuzu me votu edhe vetveten, që i bjen qatë raportin për verifikimin e mandate. Pra, blokada ka fillu qysh në atë moment. Do në donë këta, subjekte tjera opozitare, qysh në fillim e kam pas konceptin e blokimit. Pastaj e panë që gabun, dhe normalisht e presnin radhën për blokimin tjetër. Mos të harrojmë, Lëvizja Vendosi ka 48 deputet. Me subjektet e minoriteteve ne bëjmë 57 deputet. Rrjedhimisht, nuk i kemi numrat për kryetarin e kuvendit. Dhe në këtë formë, dhe gjykata kushtetuese, më falni, akvendimi i fundit i gjykatës kushtetuese e thot qartazi, kush din me interpretu në frymën kushtetuese, thot që konstitutimi i kuvendit realisht është akt solen. Dhe në këtë forme, në këtë forme, zotri Muja tha shumë mirë dhe me drejt, pra kuvendi nuk i përket Lëvizja Vendosi, kuvendi i përket gjitha subjekteve politike, sepse është shtëpia gjitha subjekteve politike, pra konstitutimi i saj. Kur flasim pastaj për qeverin, hymë në atë 15 ditorin, ku në takon së pari neve, për me provu me bo qeverin. Pra, po flasim për një blokat, e cila po bëhet nga subjektet të tjera. Tash, a dojmë me bo qeveri, a nuk dojmë me bo qeveri, mendoj që... A doni me bo qeveri? Sigurisht që po. Me kë? Me Lidhjen Demokratike të Kosovës. Vetëm me Lidhjen Demokratike të Kosovës? Po pse këto parti tjera, pse jo? Sepse ne preferojme bo me Lidhjen Demokratike. Po ata s'po dojnë me juve? Po, pa qka që s'dojnë, ne e themi preferencën tonë. Po ata nëse s'dojnë, s'bëhet. Duhet 2 për tango, thot Lutfi Aziri, po m'duket. Po nuk bëhet, nuk bëhet. Tashti, Lidhja Demokratike e Kosovës e ka pas një ofertë 2 herë, në fakt, më falni, 2 oferta e ka pas për Lëvizja Vendosi. Dhe herë në fund e ka pas ofertën do më mas serioze. Sigurisht e kanë keq interpretu, duke e artikulu si ofertë e cila ka të bëjnë me rrëzimin gradual të tyne e se dije se si kanë po ato ëndrat e veta në kuptimin asoj që mund të apsojnë nga Lëvizja Vendosi. Në fakt, në sondazhet të cilat zakonisht janë bon Kosovë, gjithmonë është pa që elektorati i Lëvizja Vendosi dhe elektorati i Lidhjes Demokratike të Kosovës kanë parafrin kuptimin e mendimeve, koncepte edhe mbi bazën e asaj se si realisht e shohin Lëvizja Vendosi edhe Lidhjen Demokratike të Kosovës. Tashti, PDK-ja është këtu, Lëvizja Vendosi është këtu, të tjerat pra janë të lëvizshme momentalisht. Po për PDK-n ka vijat kuqe, ha? Po ne me Partinë Demokratike të Kosovës kemi dallime aq të mëdha. Po vijat kuqe s'pas ka? Po kemi vijat kuqe, kryeministri i Kosovës me qenë se është kryetari i subjektit politik, ku sigurisht ne edhe jemi antar të saj, ka thonë një gjë, normalisht derisa kemi votuar si kryetar të subjektit, normalisht ai qet edhe disa ta themi pika të cilat normalisht ne jemi pajtu sepse ato kanë rrjedh pas diskutimeve të ndryshme. Ai thotë që duhet të rri PDK-ja edhe një mandat në opozit. Okej, po ma vijat kuqe s'ka? Po tash për tash ka, sepse kur themi duhet të rri në edhe një mandat, ajo nuk kupton që ka vijat kuqe. Tjetra kushtrim, këtu tha prej, edhe përfundova, këtu tha prej Matoshit, Albini ose Lëvizja Vendosi, se rrjedhimisht kryeministri i Kosovës, nuk budon me bo qeveri. Kjo nuk qëndron sepse ne pra i kemi apliku të gjitha metodat demokratike, institucionale, për me shku drejt një koalicione
me lidhjen demokratike të Kosovës dhe me nismën social-demokrate. Me nismën social-demokrate, Zoti ka për Regjaj, afri, me qenë ju qaq të, që me thonë, besimit, plot, që ju duhet një qeveri, me pak numra, që është përmban me Zotin Lima i ta zomë. A me ndonë ti që një partije madhe, si që vetë vendosja s'do të mund të ndonë të një kandidat, për me kalu të faza 2 të ndërtimi qeverisë, unë e menoj mëna pak orëve kishë me ndëshu. Zotri Matoshi, ti në matematikën e di që ose një Jo sa shumë, hish shumë një si matematikës, po kjo matematikë shumë e Po e din thjeshtë. që edhe me nismën social-demokrate nuk janë numrat për me bo qeverinë. Tashti, nuk janë, shije pak për bërjen edhe she. Pra si bën 61? Po bën 60. 60, pa mjaftu shumë... Po bon me Rashicin. Po, Gjatë një. plus Rashicin e ka